A mundesh me paramenu për një moment një kamarjer që punon në restoran 12 orë në kom, ose një gru në Krush që bën hajvar, a një biznismen të ri që punon natë e ditë për me rrit biznesin e tij me kredije, me obligime deri në fyt. Këta mi morë 12 rruga, me i pagu krejt taksat që shteti ja u ngarkon, e shteti me dalë në fund në mënyrë cinike, me thonë që punëtorëve të shtetit kena me jadhon rrugën e 13. Shehri qohet herët në kom. Para se me u qelë sporteli i parë i shtetit, qelen dyrt e furrës, berberhanës, të kafes, të fabrikës. Tek ma vonë shkon punë ministri, shefi prokurimit, këshilltari, gjyqtari, prokurori, zyrtari administratës tatimore. Kur dalin këta punëtorët e shtetit në punë, çka bojnë? I bojnë gati përveç tjerash faturat që kanë me i pagu këta që nuk punojnë punë të shtetit. Në krejt këtë kompleksitet, pa u menu 2 herë, del deputeti Albin Kurti që pretendon që është edhe kryeministri dhe thot, buxheti 4 miliard, 1 miliard investime, rrogë 13, minimalja 500, pensionet 50%. Mungoj ka aty veç një fjalë. Kush hamamin i pagun këto pare nëse vjen puna deq aty. Në tavolinën e biznesit të vogël janë një 3 zarfa që vinë për çdo muaj. Fatura rrymës, ma shtrejt se zakonisht, deklaratat e taksave dhe të kontributeve, edhe posteri premtimeve që e ka një shifër aty. Këtu fillon magjia e fushatës. Albin Kurti premtimin e bën falaz, faturën e pagun ti që s'punën punë të shtetit. Me rrugë 13, minimalen 500, beneficione pa fund, zarfa e parë dhe 2 veç trashën. Llogaria është e thjeshtë. Shpenzimi i përhershëm që e bën shteti kërkon të ardhunat përhershme. Nëse s'ka burim real ekonomik, atëherë janë veç 3 rrugë. Rriti taksat mbi punën dhe biznesin, rritë borxhin që e paguajnë fëmija ju në të ardhmen, ose shkurtoj investimet. A dini pse nuk është kry autostrada Gjilanit që ka pas thonë Albin Kurti ka me kry në nëntor të vitit 2023. Tashina pothuajse në nëntor 2025. Saktësisht për shkak të në budallakinave. Nëse nuk rritet ekonomia, paret nuk pjellin pare. Thjesht i hek pej dikujt, i shtin dikun. Minimalja 500 tingëllon muzikë mirë, po sa herë bëhet me urdhën e jo me produktivitet, për bizneset kjo është sikur më notu ndeti me një bandash të lidhur në qafë. Kur ja shton faturën e rrymës që po vjen me çmimin e verës, noti me bandash në qafë për biznismenin e për punëtorin privat kthehet në triatlon, taksa, rrymë, pagë detyrume. Ky është momenti kur çmimet ngriten, orët shkurtohen, dyrt mbyllen. Jo se nuk dojnë rroga më të mira për punëtorët e shtetit, po dikëtroni nuk e përballon. Sa herë i ofrohemi zgjedhjeve, aq më agresive bëhen listat e dëshirave. Sot rroga 13, nesër ndoshta 14, pas nesër ndoshta krejt punëtorët e shtetit i çojnë ndeti. Populizmi është sikur Black Friday i politikës. Merre sot, paguje nesër. Nesër jena na me faturat e rrymës në dorë. Nuk e kena këtu problemin me punojst e sektorit publik. S'ka qytetar që zgëzohet për rrugë më të mirë se tek e fundit vllazën e motra i kena. Problemi është mënyra, metoda. Me u dhon premtimi, me u marr fatura. Është sikur me mje lopën pa i dhon me hangër. Edhe kur lopa është biznesi privat, qumë shtisoset shpejt. Senet duhet me u bon në ryshe, jo kështu. Para premtimit duhet plani. Para planit duhet krijimi. Janë do rregullat thjeshta në ekonomi që duhet me u respektu ose shteti merr fund sikur qysh po merr fund Venezuela. Pa të hyrat përhershme, nuk ka shpenzimet përhershme. Rritja e ekonomisë bëhet në treg, në ekonomi, e jo me dekret, jo me letra, jo me premtime. Është idiotike kjo që ka bën qeveria.
i urrejnë bizneset dhe biznisment, ama premton me u rrit rrogat punëtorëve të shtetit me u marr këtënë. Nuk ka rrogë 13 me ekonomi 12. Para se me u nda, duhet me u kriju. Para se me mjel, duhet me ushqy. Para se me besu, duhet me pa faturën. Kjo punë nuk është e majt a e djathtë si slogan. Kjo është matematike klasës 5. Po me që po flasim për politika, Kosova ka nevoj për një parti djathtë të arsyeshme, moderne, që e thot me zot plot, jo kur shteti tenton me u bë babadimen që shkep dhurata me parët huja. Një djathtë që se shef biznesin si kulet qelme, po si motor që e mban vendin lëvizje. Për momentin na kena parti socialiste, komuniste, anarkiste, po nuk kena parti normale. Prandaj veni ka nevoj për një tillë. Sponsorët videove të mia tashmo siç e dini është MobiSim, që është eSIM. Shkarkoni aplikacionin, e keni në iOS edhe në Play Store. Është Riga Farm, kompania më e mirë dhe më e madhe farmaceutike në vend. Është Jysk Kosova Pavin Kafe.